Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se kryeministri Edi Rama përdori konferencën vjetore të Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin për të sulmuar protestën e qytetarëve. Në mbledhjen e grupit parlamentar, kryedemokrati tha se lidhjet që Rama i bën protestës me Iranin kanë si qëllim mbrojtjen e tij nga zemërimi i qytetarëve. Europa tani nuk ka nevojë të mbrohet vetëm me shield me atë mburojnë antiraketore bërthamore, po duhet edhe anti-internet tani. Të mbrohemi dhe nga mburoja shpifjeve të internetit dhe TikTokut e të këtyre. Turp të ketë. Enver Hoxha s'mund të fliste ndryshe se ky në Berlin. Kjo që nga pas ka nevojë Europa, jo vetëm për atë, po edhe për këtë mburojë. Berisha tha se protestuesve po u bëhet presion nga qeveria. Kanë filluar kërcënime ndaj protestuesve. Personalisht Edi Rama dhe skutet e tij marrin familjar, zyrtar dhe i kërcënojnë për largimin nga puna ose largimin e fëmijëve nga protesta. Lideri i demokratëve u bëri thirrje intelektualëve shqiptar që t'i bashkojnë protestës së qytetarëve. U bëri thirrje të gjithë intelektualëve shqiptar të rikthehen në misionin e tyre të mbrojtjes interesit publik, të mos humbasin trenin, to zhvillimet jashtëzakonshme. Mund të mos kesh bindje partjake, mund të mos duash këtë parti, atë parti, mund të jesh i mërzitur me këtë me atë, po atë në qytetarët aty. Shko si qytetar, bëj detyrën si qytetar. Kryetari i Partisë Demokratike komentoi edhe goditjen e SPAK ndaj grupeve kriminale, duke thënë se ato janë përdorur nga qeveria kundër opozitës. Imagjinoni ju çfarë fuqie shkatruese ka patur kundër opozitës dhe qytetarëve shqiptar. Nuk kisha ndëgjuar kurrë një grup me 50 tonelata kokainë, që të gjithë të mbështetur nga Ergjys Agasi dhe Edi Rama. Lideri i opozitës u bëri thirrje organeve të drejtësisë që të bëjnë publik edhe emrat e zyrtarëve të lartë që janë të përfshirë në këto grupe për të treguar bashkëpunimin e majorancës me krimin.